Folësi, disa nga folësi do të jenë ata të cilët kanë bërë mbrojtjen kryesore të shembjes së teatrit kombëtar. Pra janë disa figura intelektuale të cilët kanë qenë pjesëmarrës jo vetëm të përditshëm, të përnaçëm dhe të përmueshëm në protestën kundër shembjes së teatrit kombëtar, por kanë qenë aktivistë në disa protesta të cilat asnjëherë nuk kanë qenë të thirrura nga partitë politike, por kanë qenë protesta të cilat janë thirrur nga qytetarët. Këta do të jenë figurat kryesore që sot do të ngjiten në podium dhe do të mbajnë mesazhet e tyre. Dua të zbuloj edhe një element tjetër. Fakti që është përzgjedhur kjo mënyrë për të dhënë mesazhet e tyre është për faktin sepse shpeshherë në podium janë ngjitur personazhe të cilët kanë lidhje politike si me Partinë Socialiste ashtu dhe me Partinë Demokratike. Ka patur personazhe të cilat kanë dhënë mesazhe diskriminuese apo mesazhe me ngjyrime racionale. Dhe për këtë arsye, organizatorët e kësaj proteste kanë vendosur që të bëjnë një përzgjedhje të kujdesshme, që folësit mos të përmbajnë as mesazhe politike të lidhura drejt për drejt me PS-n dhe me PD-n, as mesazhe të cilat ngjallin diskriminim, po as mesazhe të cilat nuk i shërbejnë as pak protestës. Ata synojnë që protesta të mbetet paqësore, të mbetet miqësore, të mbetet qytetare dhe gjua të jetë e përshtatshme për të gjithë ata që vinë në bulevardin Dëshmorët e Kombit, duke marrë parasysh që nuk është vetëm gjenerata Z, por janë edhe shumë gra, janë edhe shumë fëmijë të cilët i bashkohen kësaj proteste. Dukshëm më e organizuar nga këto që sa përcolle Enkeleda, me foni profesionale, me podium, gjithashtu edhe me një filtr për të gjitha arsyet që sa listove. Kam një merak cilin dua të ta pyes në fund, si ka qenë përqasja me gazetarët? Në fakt ka një dyshim të ligjërimit ndaj mediave. Në ditët e para u vure që pati thirrje të një pas njëshme bojkotoni mediat, por me një këmbëngulje veçanërisht të gazetarëve dhe të operatorëve të terrenit, të cilët kanë qenë këmbëngulës për ta transmetuar drejt dhe sakt këtë protestë, ka një ndryshim të ligjërimit. Në ditën e 3 ose të 4, mos gaboj, në podiumin e protestës u kërkuaj që mos ketë thirrje as ndaj gazetarëve dhe operatorëve të terrenit, pasi ata transmetojnë drejt dhe me saktësi këtë protestë. Duket që me ditët në vazhdim ka një, le të themi, një ulje të kësaj gjuhë deri në shuarje të saj për të patur kritikën ndaj mediave. Duket se edhe qytetarët janë vetë disuar që protesta në fund të ditës protestuesit nuk e kanë betejën me mediat, nuk e kanë me gazetarët, por betejën e kanë me atë që ata kanë shprehur vetë, e kanë me keqeverisjen dhe përveç me keqeverisjen e kanë dhe me opozitën, tek të cila duket se ata nuk gjejnë as shpresën. Enkeleda, faleminderit shumë. Do të lidhemi me siguri